Rruga që lidh zonën mes Myselin Bardhaj ndodhet në gjendje të rënduar dhe po shkon drejt shkatërimit të plot. Amortizimi i saj është kthyer në një shqetësim serioz për banorët e zonës, pasi bëhet fjalë për një aks mjaft të frekuentuar që lidh 3 fshatra. Lëvizja në këtë rrugë është bërë tejet e vështirë si për këmbësorët, ashtu edhe për automjetet, për shkak të krijimit të gropave të mëdha dhe dëmtimeve të shumta në asfalt, të cilat paraqesin rrezik të vazhdueshëm. S'kana çakojnë ndaj tu i kanë tana punë që me dhe. Në mujtë me mu kush dorën dhe gjohë madhe kishte kanë. I hedhë zhavëra, aty në vend me hedhë asfalt, aty i hedhë zhavëra, i hedhë i vijë asfalt sipër dhe s'bojnë kur gjohë, edhe riparimet s'bojnë kur gjohë. Ka arti u më këtës, po e shtirë bëllasht, për që të shkatrurin makinë shkatrurin të në. S'ka gjohë, hiq që ka atje, ma poshtë me bëllë s'ka, i kejtë bëllë. Banorët shprehen se situata kërkon një ndërhyrje të domosdoshme dhe të menjëhershme nga institucionet përkatëse. Po, ashtë me një të bëllë si shqetësim. Ja, ka nevoj për ndërhyrje të mëdhe. Nuk bëhet gjë si më ka nevoj për investim, jo me kalu rodhen, se kja për bëhet një ashtu, se kja është degradu me këtë. Kja është sa zjasin. Mes Myselin Bardhaj. 3 fshatra janë ande. Po, te tri jam i këtë rrugë. Po, nësi kalimtar në thojmë zi, duhet me në rregullu. Banorët e zonës apelojnë që zëri i tyre të dëgjohet sa më parë, pasi përmirësimi i kësaj rruge do të lehtësonte ndjeshëm lëvizjen dhe do të rriste sigurinë për të gjithë përdoruesit e saj.